ushtar e ushtare të ushtrisë shërbëtare, edhe unë jam UÇK. Lavdi të shporëve të UÇK-s. Lirin të drejtues të UÇK-s. Zoti me koft Kosovën, Zoti e me koft Shqipërinë. Të dashur qytetarë të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Preshevës dhe Malit të Zi. Të dashur bashkanës, sot jemi mbledhur këtu në zemër të Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të ngritur zërin kundër padrejtisë që po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s, të cilët luftuan për lirinë e dheut. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me presidentit Recep Mejdani, Bamir Topi, e Begjet Pacolli dhe ish kryeministin Badri Majko ishim në Hagë, në dhomat e paraburrimit për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Kresinë, Kadim Eseli dhe Recep Selimi. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin friksuar, por burrat fort që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën së shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë që një historia bashkëkohore. Qëndrimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj e do të jetë me krahun e 4 rrethëve të UÇK-s. Ata e përgosur pa prova, me akuza të fabrikuara në qarqe dhe erdha serbo-ruse, që përpiqet të mosin luftën për çlimin e Kosovës. Duhet të theksoj një fakt të rëndësishëm, se lufta e UÇK-s u mbështet fuqishëm nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga partnerët e rëndësishëm perëndimor. Në të kuadër, dëshmitarët zyrtar amerikanë që po dëmtojnë dhe që po dëshmojnë në gjykat, po sjellin prova dhe fakte që vërtetojnë katërcëpërisht pafajësinë e udhëheqësit të UÇK-s. Këto janë dëshmi të qarta se ata nuk ishin kriminal, por komandantë të udhëheqës të ushtrisë qendrore të ligjshme për mbrojtjen e popullit të tyre, pavarësisht trojave shqiptare dhe idealeve të rinisë. Dëshiroj të them se shqiptarët historikisht njihen si luftarë dhe kanë luftuar në shekuj, por 3 raste janë që shqiptarët kanë luftuar për vete. Në kohën e Skënderbeut, gjatë luftës së dytë botërore dhe UÇK-ja. Të dashur miq, është koha që të mos heshtim, po të ngrim zërin, sa më lartë për të mbrojtur
vetën tonë dhe sakrificet që njerëzit tanë ka bërë. Nuk mund pranojmë dhe as të lejojmë të ne përkemet gjaku i shqiptarëve. Pra, liria e Kosovës nuk është dhurat. Ajo është fituar me gjak, me sakrifica, me vendosmëri. Ndaj sot më shumë se kur, ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur kartet e këmbit tonë shumë të vojtë në shekuj. I bendhidhje drejtësisë që tregon veten për të bërë mësim për gjithë. Lavdi të shporëve të qëkës. Liri drejtues të qëkës. Zoti me koftë Kosovën, Zoti e me koftë Shqipërinë. Të dashur bashkëlufttar, bashkëveprimtar e advetar, invalid luftës, familje të dëshmorëve, dashur rësni, gjavit të gjithë ju, ushtar të lirisë, falënderit Shqipëri, falënderit nënë, na ke trajtu e na ke prisë si nana bi. Dhe doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Mojsiu, çlirimtarin që ka dalë këtu me një shekull në shpatur për të solidarizu me luftarët e lirisë, sepse vetë ka qenë luftar i lirisë. Nderuar bashkombas, shoqata të Shqipërisë, shoqata të Tiranës, për organizimin dhe kontributin që jepni në këtë fush për drejtësi. Të nderuar advetar të ardhur nga të gjitha trojt shqiptare përballë shtatit të lartë të kryegeneralit kombit Gjergj Kastriotit në Tiranën tonë. Nderuar organizator, të dashur drejtues të institucioneve të Republikës Shqipërisë. Sot jemi bashkë në Tiranë, Prishtina, e Shkupi dhe kështu qofshim për herë. Dje nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë, e sot nga sheshi Skënderbeu në Tiranë dhe nesër nga sheshi Skënderbeu në Shkup. Po ngrisim zërin për drejtësi, për respekt, për njohje të luftës sonë të drejtë, për pragun e shtëpisë, për liri e demokraci, për pavarësi dhe miqësi me Amerikën dhe Europën. Dashur vëllezër e motra, t'i themi gjëra troç, zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-serbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Këtë çështje inekzistente që dolin nga kuzhinat e shërbimeve serbe me institucione ruse e hetoi edhe Tribunali i Hagës dhe konstatoi që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Kohë më pas, Dick Marty e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-serbe dhe inicoi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbarë pretendimet për trafikim organesh me mandat nga 1 janar 1998
deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykat u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themelojë atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthej UNMIK-un, ku Rusia këtë drejt vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë shlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Sot të gjithë jemi dëshmitar se akt akuza s'ka të bëjë me trafikim organesh, por është një reciklim i akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e derisotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmit konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Por, vëllezër e motra, dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin tonë që pavetdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe në marrëdhënien ndërshqiptare dhe ndjellin ndasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Dashur shqiptarët e mi, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni euroatlantike, për të drejtat e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bashkohemi edhe për lirinë e çlirimtarëve dhe dinjitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nderuar vëllezër e motra, edhe njëherë
nga zemra, respekt në përjetësi, nënës Shqipëri, të gjithë ju